Të gjithë e kërkojmë lumturinën, apo jo, është diçka universale. Por, çfarë nëse po e kërkojmë në vendin e gabuar? Pikërisht këtë pyetje shtronte filozofi stoik Seneca. Ai besonte se shumica prej nesh, në fakt, e kërkojmë lumturinën në mënyrën e gabuar. Po sikur gjitha i vrull për të kapur kënaqësinë, në të vërtetë të na largojnë nga gëzimi i vërtet? Sot, do t'i hedhim një sy mençurisë së tij të lashtë, për të parë se cili është sekreti një jete vërtet të lumtur dhe të qëndrueshme. Pra Seneca nuk humbet ku. Ai na përball menjëherë me një problem thelbësor, e quan paradoksi i lumturisë. Dhe në thelb është kjo: kërkimi ynë i vazhdueshëm, shpesh i furishëm dhe i gabuar për një jetë më të mirë. Dhe ja si e nis ai, thot, është dëshira e të gjithë njerëzve të jetojnë të lumtur, por kur vjen puna për të parë qartë se çfarë bën jetën të lumtur, ata ecin vërbërisht drejt dritës. Kjo fraze, që në fillim kap një ironi kaq të thellë të gjendjes sonë si njerëz. Të gjithë, pa përjashtim, e duam lumturinë, por sipas Senekës, shumica prej nesh thjesht ecin vërbërisht drejt saj. Pra, jemi të bashkuar në dëshirë, por krejtësisht të humbur në konfuzion. Dhe këtu Seneca na godet me paradoksin kryesor. Ai shtron një pyetje tronditëse. Po sikur gjitha nxitim, gjitha ajo energji që shpenzojmë për të gjetur lumturinë, tjetë pikërisht gjëja që na largon prej saj. Mendoni pak. Ai beson se kur kjo energji drejtohet gabim, efekti është krejt i kundërt, na çon më larg, jo më afër. Kjo ide ka një emër, shpejtësia e gabimit. Është një paralajmërim shumë i fuqishëm nga Seneca. Ai thot në thelb se shpejtësia bëhet armiku i më i madh kur jemi në rrugën e gabuar, sepse në fund të fundit çrëndësi ka sa shpejt vrapon nëse po largohesh gjithnjë më shumë nga destinacioni i duhur? Mirë, atëherë, cila është një nga pengesat më të mëdha që na mban në këtë rrugë të gabuar? Për Senekën, përgjigja është kristale qartë. Është mashtrimi i turmës, është ndikimi i opinionit popullor. Seneca këtu përdor një analogji, që është tronditse sa aktuale tingëllon edhe sot. Ai thot se sillemi si dele, thjesht ndjekim kopën pa menduar se ku po shkojmë. Kemi një prirje të zgjedhim shtigjet më të shkelura, e dini, ato që ndjekin të gjithë, qoftë në karrierë, në stilin e jetesës, në opinione. Pse? Sepse mendojmë se populariteti i tyre i bën të sigurta. Por Seneca na paralajmëron, pikërisht këto janë shtigjet më mashtruese. Ne jetojmë duke imituar, jo duke përdorur arsyen. Dhe kështu, gabimet thjesht kalojnë nga njëri brez dhe tjetri. Dhe ai e përmbledh këtë ide me një fjali thjesht brutale. Dëshmia e zgjedhjes më të keqe është turma. Kaq. Për Senekën, fakti që diçka përqehet nga shumica, jo vetëm që nuk është dëshmi e vlerës, por shpesh është një flamur i kuq, një shenjë që mund të jetë zgjedhja më e gabuar. Okej, pra na paralajmëroi kundër turmës. Tani, Seneca bën një tjetër dallim thelbësor. Këtu ai sulmon ndoshta keq kuptimin më të madh për lumturinë. Idenë se lumturia është e njëjtë me kënaqësinë. Dhe kjo na çon në një pyetje kyçe. Virtyti dhe kënaqësia, a janë aleate në kërkimin e lumturisë apo mos janë krejt të kundërta? Për Senekën, përgjigjja është e prerë. Ato nuk janë aleat, por forca thelbësisht të kundërta. Le të shohim pak se ai mendon kështu. Shikoni këtë kontrast që bën Seneca. Është natë me ditë. Nga njëra anë kemi virtytin, ai e përshkruan si diçka sublime, mbretërore, të pamposhtur, e gjen në forum në senat, aty ku ka punë, pluhur, kallo, ndërsa kënaqësia, ajo është e ulët, sklavruese e dobët, e gjen nëpër bordelo, taverna, vende ku ka butësi, verë dhe parfum. Dhe ndryshimi më i madh, virtyti është i qëndrueshëm, nuk një fund, kurse kënaqësia shuhet pikërisht në momentin që arrin kulmin, vdes sapo lind. Dhe këtu vjen analogjia e tij e famshme, ajo e fushës me misër. Mendoni pak, një fermer punon tokën për të korat kryesore, për misrin. Misri në këtë rast është virtyti. Tani, ndërkohë që rritet misri, atu këtu mund të dalin edhe disa lule të bukura. Këto lule janë kënaqësia. Ato janë një bonus i këndshëm pa diskutim, por nuk janë qëllimi i punës. Nëse fermeri fokusohet vetëm te lulet, do të neglizhojë misrin. E njëjta gjë vlen edhe për jetën sipas Senekës. Të ndjeksh kënaqësinë si qëllim kryesor, do të thotë të humbasësh krejtësisht thelbin. Mirë, pra, nëse nuk duhet të ndjekim turmën dhe nuk duhet të ndjekim as kënaqësinë, atëherë çfarë na mbetet?
Këtu Seneca ndryshon taktik. Ai kalon nga kritika te ndërtimi. Na tregon se cila është arkitektura e vërtetë e lumturisë. Dhe çelësi është që ajo ndërtohet tërësisht nga brenda. Dhe ja cili është qëllimi final, ajo që ai e quan e mira supreme. Dëgjojini me vëmendje. Një mendje në harmoni me natyrën e saj, një mendje që përbuzë rastësinë, gëzohet me virtytin dhe është e pavarur, e pa trembur dhe e palkundur. Vini re diçka thelbësore këtu. Nuk po flitet për status, për pasuri, për asgjë të jashtme, po flitet për një gjendje të brendshme, një mendje në harmoni, e pavarur, e pa trembur. Në thelb është një fortesë brenda nesh, që asnjë stuhi e jashtme nuk mund ta shemb. Dhe kjo fortesë e brendshme mbahet nga 4 shtylla të mëdha. E para, shëndeti dhe kthjellësia mendore, pra të kesh një mendje të qartë dhe racionale. E dyta, patremësia, të jetosh përtej kthetrave të frikës dhe dëshirës. E treta, qëndrueshmëria, të mbetesh i palëkundur pavarësisht goditjeve që t'jep fati. Dhe e katërta, dashamirësia, të veprosh me mirësi dhe me një qetësi të brendshme. E rëndësishme është kjo, këto nuk janë thjesht të ndjenja kalimtare, janë tipare që duhen gëdhendur në karakter. Tani, një pyetje praktike. Po pasuria, ku hyn pasuria në gjithë këtë tablo? Kjo është një pyetje që Seneca, i cili ishte vetë një njeri jashtëzakonisht i pasur, e trajton pa doreza. Pra, për një stoik, si duhet parë pasuria, si një zotëri apo si një sklav? Dhe ja ku qëndron dallimi thelbësor, për njeriu e pamend pasuria është zotëri, ajo e kontrollon atë. Ai e fut pasurinë në zemër, ai përket pasurisë. Për njeriu e urtë, pasuria është sklav, ajo është thjesht një mjet. Ai e pranon pasurinë në shtëpi, por kur në zemër, pasuria i përket atij. Kjo është arsyeja pse, kur i urti e humbet pasurinë, ai nuk shkatrohet, mbetet i patrazuar. Pra në thelb, për stoikët, pasuria nuk është as e mirë, as e keqe. Është ajo që ata e quajnë një indiferent i preferuar. Çfarë do thotë këto? Thjesht që është më mirë ta kesh se sa të mos e kesh. Por, lumturia jote thelbësore nuk varet prej saj. Analogjia që përdoret është perfekte, mendoni një marinar. Pasuria është si një erë e favorshme. A është era destinacioni i marinarit? Jo. Por a e ndihmon të arrijë në destinacion më shpejt? Sigurisht. E pra, kështu është edhe pasuria, një mjet i dobishëm, por kur vetë qëllimi. Dhe tani, arrim në një pikë thellësisht njerëzore dhe shumë inkurajuese. Seneca përballet me një akuzë që u bëhet filozofëve prej shekujsh: hipokrizia. E dini pyetja klasike: ç'vlerë ka gjithë kjo mençuri nëse vetë filozofët nuk arrin ta jetojnë atë në mënyrë të përsosur? Përgjigjja e Senekës këtu është thjesht çarmatosëse dhe plotësisht e sinqertë. Ai nuk hiqet si urt apo i përsosur, përkundrazi, thot diçka të tillë: unë nuk jam i urt, unë thjesht po përpiqem të lehtësoj sëmundjen time, por kur shoh ju, o të çal, unë jam një atlet në krahasim. Është një metaforë e fuqishme. Ai po thot, ndoshta nuk jam atlet kampion, por të paktën jam në garë, ndryshe nga kritikët e mi që as nuk përpiqen të ecin. Pra, ai e pranon hakur, jam në progres, jo në perfeksion. Dhe ky në fakt është thelbi i filozofisë stoike në praktik. Qëllimi nuk është të arrish një ditë një gjendje përsosmërie hynore. Jo, qëllimi është procesi i vazhdueshëm. Është si të gdhensh një statuj çdo ditë. Heq pak tu, korrigjon pak atje, duke hequr veset, duke përmirësuar karakterin. Vetë kjo përpjekje e përditshme. Kjo është fitoria vërtet. Dhe kështu, në fund, Seneca na lë me një paradoks të lashtë për të medituar. Bindja ndaj Zotit është liria jon. Tani, para se të nxitohemi, është thelbësore të kuptojmë se për stoikët, Zoti nuk ishte një figurë me mjekër në qiell, ishte sinonimi i arsyes kozmike, i rendit logjik të universit ose thjesht i natyrës. Kështu që pyetja e vërtet bëhet kjo: a mundet që liria jon më e madhe të mos gjendet duke ndjekur çdo teke dhe dëshirë të çastit, por duke u përshtatur me vedije me këtë rend racional të gjërave? A është bindja ndaj natyrës në fakt shprehja më e lartë e lirisë? Është një pyetje e thellë që Seneca na e lë si detyrë shtëpie.